Shikues të nderuar, mirëmbrëma. Po fillojmë emisionin Fjala dhe Faktet në kuadër të Hisari Online. Shikues të nderuar, mirëmbrëma. Po fillojmë emisionin Fjala dhe Faktet në kuadër të Hisari Online. Sonte kemi një musafir pak më të veçantë, në dallim prej emisioneve të tjera. Sot kemi një grua, një zonjë, në fakt, deputete në Parlamentin e Kosovës. Kjo është Albana Betyqi. Albana, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Albana, fillimisht dua të bëj një pyetje pak a shumë komentuese. Ju vonë keni filluar të merrni me politikë, duke pas parasysh faktin se edhe jeni e re. Nga viti 2017 keni filluar të merrni me politikë. Atë kohë ju jeni zgjedhur edhe anëtare Asamblesë Komunale të Komunës së Arekës. Kush ju motivoi që të futeni në politikë? Duke pas parasysh se gratë kanë sfida në politikë. Po, është e vërtet që t'jesh një grua politikane me të vërtet është shumë sfiduese. Mirë po, unë kam pas njerëz të cilët kam pas një mbështetje shumë të madhe dhe një motiv të cilën të hyjë në politikë, duhet të marrësh shumë mendime, në fund ta marrësh atë vendimin vet. Mirë po, motivi jam kryesor ka qenë vjerri jam, ka qenë babanu, kështu që e kam pas si një lloj këshilltari që për çdo gjë që kam pas nevojë, me të vërtet më ka gjendë afër dhe e falenderoj shumë për kontributin, për mbështetjen që më ka dhënë gjithmonë. Prej atëherë që kam filluar në politikë, për 2017-s, unë gjithmonë jam debatoj, diskutoj dhe në fund e marrim së bashku një vendim dhe vazhdojmë me politika. Dhe besoj që më ka ndihmuar dhe po shihet sot rezultati. E përshëndesmi edhe prej kësaj studio profesor Nuhi Betyqin, vjehrin tuaj, të cilin fatmirësisht e kam edhe unë një mik të mirë. Zonja Albana, ju fillimisht e thatë fjalën se të merresh me politikë, sidomos të jesh edhe grua në një shoqëri pak a shumë që ka elemente patriarkalizmi, është një sfiduese. Me çfarë sfide jeni ballafaqur që në fillimet e juja të marrjes me politikë? Unë para se të hyj në politikë, jam marrë me punë të tjera, ku kam punu edhe në QKMF, kujdes shtëpiak, dhe nga aty e kam pa që gra duhet të mirën më shumë me politikë, edhe pse ka shumë sfida, mirë po tereni, ajo ka qenë nashta edhe pjesa kryesore ku unë kam pas, e kam marrë vendimin për me hyrë në politikë, për shkak se kur shkojsha në shtëpia dhe vizitojsha të moshuarit, shtretit shtëpiak, ka pas shumë gra të cilat janë shumë të zoja. Dhe e kam pa që ato gra nuk kanë ditë as kam jamajt, për shkak se ato kanë pas një motiv, kanë dashur me u bë diçka, kanë dashur me qelë një biznes të vetin, mirë po gjithmonë ma kanë thënë që nuk po dim kam ja mbajt. Nuk po ka kush me na shty në këto procese. Ki pas aftësime profesionale që kanë pas gratë vullnet me shku, me kry një kurs, dhe shumë gjana tjera, edhe kjo ka qenë nashta nisja kryesore pse unë kam hyrë në politikë. Po sot e atëherë, kur unë hyna për Asamble Komunale, kam dalë femna ma votume në nivel vendi. Dhe sot, tash e kemi në politikë, në Asamblenë Komunale, pe vitit 2017, në 2021 e kemi pas 45% të grave asamblejiste në Suari. Kretë kjo ka qenë motiv ndoshta i jemi, pse unë arrita, pavarësisht sfidave të cilat i kalum, mirë po kanë qenë shumë gratë të cilat unë kam qenë motivuese e tyne dhe kanë arritë edhe ato të jenë me pozita shumë të mira. Me që përmendet një shifër, 45% në Asamblenë Komunale të Suarekës, kur ju keni qenë asambliste, mendoni se është e drejtë ky cenzi prej 30% që është e parapame me rekomandimet Bashkisë Ndërkombëtare që në institucionet ligjvënëse të Kosovës të jenë femra? Spari mendoj që ligji që është bë me kuotën 30%, nuk mendoj që është i duhur, për shkak se ndoshta ka ardhur koha me ndryshu ky ligj dhe me u bë kuota 50-50, mirë po
spari unë mendoj që duhet t'ju jepet hapësirë më e madhe grave të cilat kanë ambicie në politikë. Për shkak se ne e dim sfidat të cilat kalojnë gratë në politikë, pavarësisht meshkujve që kanë pak më të lehtë, jo pak, po kogje shumë më të lehtë se sa gratë. Unë me sfidat e mia të cilat kam arrit, unë falë mbështetjes familjare që kam pas, po ka gratë të cilat nuk kanë mbështetje familjare, kanë gratë që janë shumë të zoja dhe nuk kanë mundësi me ecë përpara se në politikë me të vërtet duhesh me pas një mbështetje familjare. Edhe kjo hapësira të jepet grave, si në anën financiare, si në anën politike, ajo është shumë e domosdoshme për gratë. Ju gradualisht u ngritet në pozicionet politike, përkatësisht institucionale, prej një ansambliste, arritet që t'jesh në legislaturën e kalume deputete në Parlamentin e Kosovës për një vjet 4 vjeçar. A mund të na përshkruni pak ecurinë tuaj deri në këtë nivel të arritjeve tuaja në politikë? Sa kam qenë unë asambleiste, ka qenë një sfidë me të vërtet shumë e madhe, për shkak se unë asnjëherë nuk jam mësu me u sfidu, me komentu, me u fym mënyra të ndryshme si grua politikane. Mirë po e kam pa që nuk ja vlen me u marrë me to dhe duhet me ecë përpara. Secila grua që është politikane, që ka ambicie të hyjë në politikë, nuk duhet të merret me këtë pjesën për shkak se i demotivon. Nëse ti do me arrit diçka, ti duhesh me ecë përpara, mos me kthyer mbrapa asnjëherë. Dhe unë fal kësaj u forcova dhe pash që duhet me ecë përpara, me i shty çështje të cilat vërtet janë shumë të rëndësishme. Tash edhe sot i kemi gra shumë të zonja në pozita të ndryshme në komunën e Suarikës, për shkak se ju ka dhënë hapësira. Sot i kemi nënkryetaren femën, Orta Gashin, kemi pas drejtoreshën Besa Kuqi, drejtoreshën shëndetësisë, kemi asambleistat shumë të zoja, e kemi kryetaret të grupit të grave, Mimoza Bayraktarin e kemi, edhe shumë gra të cilat me të vërtet kanë bërë një punë shumë të mirë dhe po e bëjnë. Edhe koha sa ka qenë 2021-2025, kur unë kam qenë deputete, ka qenë mjaft sfiduese, për shkak se ne dim shumë mirë se si ka rrjedh politika këto 4 vite, por jemi mundu. Ne edhe pse kemi qenë një grup i vogël i deputetëve të Aleancës, kemi qenë mjaft aktiv dhe jemi vlerësu nga raportet të ndryshme që kemi qenë grupi më aktiv i Aleancës. Punë të ndryshme, ligjet me të vërtet shumë të rëndësishme për vendin tonë të cilat janë bë. Unë kam qenë edhe në Komisionin për të drejtat e njeriut, ku e kemi bë ligjin për dhunën në familje, që është një ndër ligjet më të mira që jemi mundu me bë për vendin tonë. Dhe ka shumë sfida tjera, mirë po ndoshta kisha dashur me cek edhe këtë pjesën ku sot e kemi edhe, po është u punu për stadiumin e Suarikës, kur kam qenë unë një ndër zërat më të fuqishëm për të pru një stadium të ri në komunën tonë, për shkak se e dim që kemi qenë kampion 2-3 herë dhe sporti me të vërtet është të promovu shumë në Suarik, dhe kam ngrit zonin shumë në parlament, kam bë pyetje parlamentare, jam ballafaqu disa herë me ministrin që ta kemi një stadium tonin. Dhe fal kësaj, ngritjes së zërit, sot e kemi një vijë buxhetore për stadiumin e Suarikës. Ju kujtohet kur ju arritet për herë të parë të hyni në institucionin më të lartë të popullit në Parlamentin e Kosovës, fjalimi ju i parë, dhe çfarë emocione kishit? A mund ta zbërtheni pak këtë për opinionin tonë? Po, është e vërtet që unë kam pas shumë emocione për shkak se Asambleja Komunale ndallon me Parlamentin, dhe me të vërtet ka qenë një emocion i veçantë për shkak se një ditë përpara se me shku në parlament, unë i kam marrë 2 infuzione dhe jam përgatitur dhe kam shku e kam bë betimin për deputet dhe kemi pas tani nga një fjalim për shkak se ka qenë mas 2 ore me u zgjedh qeveria. Mirë po ka qenë me të vërtet një fjalim emocionues dhe kur e kom kry, kom thonë, shqyqyr që e kryta. Mirë po, gradualisht ti vetë forcohesh dhe e sheh veten se
kur i sheti 110 deputet që janë nga gjithë Kosova dhe thu, a jam në rregull me veten që po dal po flas, por ka qenë një fjalim me të vërtet shumë emocionues dhe gjithashtu edhe familjarët kanë qenë shumë emocionues kur ju kum tregu që kam dal me folë dhe qysh dita e parë, hera e parë po del po folë dhe qysh po mundesh me përballu. Mirë po e kam parë që duhet me dal, duhet me fillu me punu, me angazhu edhe për besimin e njerëzve të cilët ma kanë dhënë, unë jam një e obliguar me dalë me folë. Aktualisht ju përfaqësoni Aleancën për Armërinë e Kosovës. Në zgjedhjet e fundit sër ishin zgjedhë deputete për legjislaturën. Do përfundoni mandatin 4 vjeçar apo do shkoni në zgjedhje? Kjo tash krejt varet te qeverisë aktuale, sepse ata kanë shumicën parlamentare dhe uroj të zgjedhet presidenti dhe të mos e çoj vendin në zgjedhje për shkak se ne dim se sa i kushton vendit për me shku në zgjedhje. Ne dim që 10 milion vetë shpenzohet, që është shumë ma e duhur me shpenzu dikun tjetër atë 10 milionsh, mirë po kjo krejt përgjithësia bie mbi lëvizjen vetëvendosje. Dhe uroj që Kurti me partinë e tij ta bëjë një zgjidhje dhe të mos e çojë vendin në zgjedhje. Me që përmendet Kurtin, ai ju akuzon opozitën, thotë se opozita po bllokon institucionet. Ne kemi fitu bind shumë votat. Është drejt kjo kritikë e tij? Nuk mendoj që është e drejtë për shkak se populli ja ka dhënë besimin për me bë qeverinë, për me zgjedh kryeministrin, mirë po populli nuk ja ka dhënë besimin me zgjedh presidenten. Kështu që kryeministri Kurti nuk i ka 80 vota dhe gjithmonë edhe herave tjera kur është zgjedh presidenti është bën një marrëveshje politike paraprakisht, edhe tash kryeministri Kurti duhet të ulet në tavolinë, të bëjë një marrëveshje politike, ta gjejë një kandidat konsensual dhe ta votojmë të gjithë partitë. Dhe kjo është, për këtë arsye, unë thash që përgjithësia bie mbi lëvizjen vetëvendosje. Nuk ka se si na fajson neve, për shkak se ai ka sot 56 deputet, me minoriteti i bjen 66 deputet dhe ne dim shumë mirë, jo vetëm unë, po secilin qytetar që ta pyet, e din që përgjithësia i bie mbi të. Megjithatë, ai po thotë se nuk po ofrojnë bashkëpunim partitë politike, ndërsa në fakt Aleancën për Armërinë e Kosovës, duke qenë se ju jeni deputete nga kjo parti në Parlamentin e Kosovës, madje në mandatin e dytë tash, nuk ju ka ftu fare në takim, a keni konsideru këta si një arrogancë apo një nënçmim ndaj jush? Faktikisht po pak, mirë po ne e dim shumë mirë që si Aleancë nuk kemi fuqi politike në bazë të numrave po flas, për shkak se aty është dashur të jenë mbi 15 deputet që ta zgjedhin me gjithë lëvizjen vetëvendosje, mirë po ne kemi thënë edhe disa herë në për deklarata të ndryshme që sikur të na kishte thirrë, ne nuk do t'ju kishim përgjigj ftesës për shkak se kryeministri Kurti me lojrat e tij ne e dim se çka po bën. Sikur ai të kishte dashur me zgjedh presidentin, kishte mujt me bën para një muaji dhe ju me thirr seancën një orë para se me skadu afati për zgjedhjen e presidentit. Mirë po këto lojra Kurtit nuk po i dhezin në kurfar forme. Me që je aty, do me thonë, ke edhe informacione ma të përafërta, se sa ne këtu nga tereni, çfarë ndodhe në raportet Kurti dhe Osmani? Kryeministri Kurti gjithmonë e ka ato që e don një president që e ngon, një president që e vet a me shku në Amerikë, a me shku në Francë, edhe këto Vjosa Osmani pak e ka anashkalu dhe kryeministri Kurti nuk do me dalë kërkush për mi to. Kështu që Vjosa Osmani ja mor pak anën zotit Kurti dhe krejt kjo është arsyeja pse Vjosa pja merr mbështetjen dhe aty është përça edhe Vjosa Albin, por mendoj që Vjosa Osmani ka qenë e njanshme. Ne e dim shumë mirë, sidomos me deklaratën e fundit të cilën e dha Vjosa Osmani që ta zgjedhjet me 28 dhjetor ta i kanë bërë në favor të Kurtit. Dhe kjo është deklaratë publike dhe ne të gjithë po e dim që Vjosa Osmani ka shku në vija të zotit Kurti. Tash pse nuk e ka zgjedh president, krejt kjo ka qenë që ajo me të vërtetë ka bën një politikë të jashtme të mirë që unë e vlerësoj. Është femën edhe e përgëzoj për punën të cilën e ka bë.
Mirë po, Zotit Kurtit nuk i ka pëlqy kjo se Vjosa Osmani i filloi me dalë përmi Kurtin dhe aty janë prishur raportet. Po vendi nëse shkon në zgjedhje, cilat janë pritjet e Aleancës për Armeninë e Kosovës, sepse nga ajo që po shihet dhe po dëgjohet, po thojse zgjedhjet janë të pashmangshme. Po, siç po shihet, zgjedhjet janë të pashmangshme, mirë po mendoj që Aleanca ka me qenë një fuqi më e madhe dhe opozita ka me u forcu edhe më shumë dhe Zoti Kurti mendoj që Vjosa ka me dëmtu spari Zotin Kurti, mirë po edhe elektorati dhe qytetarët e kanë pa që krejt ky është faji i Zotit Kurti dhe mendoj që tashmo ka me fillu edhe qytetari me penalizu me votë. Krejt ajo që ka duhet të bëj, qytetari është penalizimi i votës. Dhe ne si opozit kemi me u fuqizu edhe më shumë e Aleanca gjithashtu. Kur flisni për fuqizimin e juaj, kam një dyshim paka shumë për sa i përket Suarekës. Prap do të kthehemi, sillu ka sillesh të veni jonë. Zoti Muharremaj, si kandidat i Aleancës, ka fituar që në zgjedhjet e para, domethënë afër balotazhit, domethënë diku mbi 45%. Ndërsa ndodhi një befasi në zgjedhjet nacionale ku Aleanca pësoj një disfat, do të thësha, drastike në raport me atë fitoren e kryetarit e komunës. Këtë pyetje ja këmbane një emision edhe Zotit Muharremaj. Megjithatë, ai dha një përgjigje, po kam dëshirë ta dëgjoj përgjigjen tuaj. Çfarë ndodhi të ketë një diskrepancë kaq të madhe në mes të fitores së Aleancës në zgjedhjet lokale dhe humbjes së Aleancës në zgjedhjet nacionale për sa i përket Suarekës? Spari, ne e dim shumë mirë që zgjedhjet lokale dhe nacionale dallojnë shumë, mirë po kjo ka qenë nashta edhe ajo pjesa pse u zgjodh data 28 dhjetor duke i ditë që diaspora është këtu dhe diaspora kur ka ardhur këtu ne e dim që mbështetjen e diaspora e ka TVV-s dhe secili mërgjimtar që ka ardhur. Ka bo presion në familjet e veta. Ne e dim që kushtet nuk janë shumë të mira dhe mërgjimtarët po e mbajnë ende familjet këtu dhe ai presioni në familje ka ndiku shumë. Nuk du me fajsu kryetarin Bali Muharremaj sepse ka bo të pamundurën, ka dhënë maksimumin për këto zgjedhje, mirë po krejt ajo që është presioni në familje nga mërgjimtarët dhe këtu jemi të rezultatit të cilin jemi. Mirë, zonja, bety që ju gjetët një arsyetim paka shumë të ngjajshëm me Zotin Muharremaj, jeni në një parti politike dhe është e kuptueshme paka shumë. Megjithatë, ka zëra sipas të cilëve, Zoti Muharremaj dhe komplet stafi i udhëheqjes lokale të Aleancës Suarek fokusin më kryesore ka pas në zgjedhjet lokale, ndërsa ka neglizhu zgjedhjet nacionale. Pajtoheni ju me këtë apo keni ndonjë këndvështrim tjetër? Jo, nuk mendoj, për shkak se zgjedhjet lokale kanë qenë këtë herë me të vërtet luftë. Na e dim shumë mirë se si kanë rrjedhë situatat, nuk du me i përmend, por ka qenë një situatë jashtëzakonshme. Dhe jo vetëm kryetari që ka punu, mirë po i na munu të gjithë me arrit kryetari këtë fitore. Dhe kjo është krejt falë qytetarëve të komunës së Suarekës, të cilët e kanë mbështet kryetarin për punën, angazhimin të cilin e ka bërë këto vite. Ne e dim shumë mirë që Suareka çfarë revolucioni është bërë, se si është ndërtu, dhe ne për këtë arsye kemi vlerësu për punën e tij dhe ja kemi dhënë besimin kryetarit Bali Muharremaj që të vazhdojë edhe një mandat. Edhe njëherë, zonja Beqyçi, po i sillemi Suarekës prapë. Ju jeni aktualisht e vetja femër deputete në Parlamentin e Kosovës nga komuna Suarekës, me përjashtim të disave të tjera të cilat në fakt nuk jetojnë Suarekëve që kanë origjinë prej Suarekës. Po cili është kontributi juve deputeteve nga Suareka që jeni në Parlamentin e Kosovës për me sjellë gjëra të mira për komunën e jugut? Patjetër, na për këtë punë jem atje, neve qytetari na ka besu votën që t'jem atje, që të kontribojmë për vendin tonë.
jo vetëm për Suarikën, po për të gjitha qytetet. Mirë po, primare kem na deputeti Suarikës Suarikën. Tash herën e fundit, unë i kam bë 2 amandamente. Një për shkollën fillore 7 marsi, dhe 2 e kam kërku edhe një qerdhe në komunën Suarikës për shkak të nevojave, pjesëmarrjes së madhe të fëmijëve ku nuk ka hapësirë, edhe kam kërku, i kam përgatit 2 amandamente. Ajo që kam ka bë për shtypje mu, dhe me të vërtetë më ka ardhur ndoshta edhe keq prej deputetëve të cilët janë nga komuna Suarikës ku vinë lypin vot edhe nuk janë në gjendje me votu një amandament, pavarësisht që ne e dim që pozita ka numrin më të madh dhe kalon amandamentet, mirë po ti si deputeti Suarikës, nëse je interesuar me zhvillu qytetin ton, është dashur të votohen pikërisht nga deputetët e Suarikës. Mirë po fatkeqësisht asnjë deputet i Suarikës nuk ma ka mbështet amandamentin. Unë edhe në mandatin e kaluar, kur kam qenë 2021-2025, i kom thirrë deputet, i kom kërku, apo bëhemi bashk ta çojmë një investim në Suarikë. Po bëmi, sikur stadiumin që unë pa ta kërku, mirë po, jo më thëshën se ti po e mbështet balimarimin. Jo, unë nuk e mbështes balin, mirë po e mbështes qytetarët e Suarikës edhe e shoh se çka është e nevojshme të investohet në Suarikë. Ne jemi atje për me pru investime më të mëdha, të zhvillohet qyteti jonë dhe t'ja bëjmë më të lehtë jetën qytetarëve tanë. Por fatkeqësisht nuk po gjejmë mbështetje, nuk po gjejmë unifikim në mes vete. Mos e kjo t'inglon pak si lokaliste, por me gjithate është një diçka që funim ram votën kryesore, se bastioni kryesor për ngritjen e juj në nivelin e përfaqësimit institucional e keni marrë prej qytetarëve të Suarikës dhe rrjedhimisht kjo ata presin diçka gjëra më të bukura. Zonja Albana Bityqi, edhe një pyetje kështu pak a shumë personale për juve, një ditë sigurisht do të pushani nga politika, se kjo është një gjë që të lodh. Keni plane për të ardhmen? Plane kem, normal, mirë po ndoshta mendoj që është herët pak për politikë me lënë politikën, sepse kem edhe shumë punë për të bërë, shumë ligje kem nevojë me i miratu. Ka nevojë Suarika për njerëz të cilët e ngritin zonin për qytetin tonë. Unë kam qenë në komisione të ndryshme, mirë po jam mundu që pjesa e qytetarëve të cilët me të vërtet kanë nevojë me ngrit zonin. Unë edhe kam ngrit zonin edhe për ligjin për personat me nevojat veçanta, që është një ligj shumë i veçantë, mirë po ka nevojë për një plotësim ndryshim të ligjit, ka nevojë për personat me autizëm, me u nda kategoritë dhe ka shumë pjesë të tjera të cilat me të vërtet vendi jonë ka nevojë. Por po, një ditë pse jo, pse mës mi dhon hapësirë politikanëve të rinj, të rejat, me u kyç në politikë, sepse nuk mendoj që është një kohë ku ti nuk dush me lshu asnjëherë vendin tonë, edhe një i ri apo një e re me thonë që derisa të heket Albania, mës me mujt one me hyrë në parlament ndonjëherë. Jo, është një kohë ku ti e sheh veten që ke dhënë kontributin e mjaftueshëm dhe edhe të rejat motivohen se thotë na ulshu reni ka dale me hi gjenerata të reja, ka nevojë shumë vendi jonë për gjenerata të reja, se janë shumë të përgatituna. Dhe ka dale i vjen fundi edhe kësaj. Me një elegancë shumë mirë më dha me kuptu se ju nuk do një më dërzu ende, keni me pas edhe më të tja angazhime në nivelin politik, po pse jo dhe institucional. Tash po dalë në një rafsh tjetër paka shumë të raporteve brenda aleancës. Kove të fundit, Ramon Haradinaj, kryetari aktual i aleancës dhe themeluesi i saj, ka dha sinjale se do të tërhiqet prej leadershipit, përkatësisht prej të qenurit kryetar i aleancës. Çka mendoni, është momenti i dur, apo është një diçka që do t'ju lëshon në rrugë të rive apo të tjerëve kandidat? Kryetari Haradinaj ka që një kohë që e ka përmend që kur të vinë zgjedhjet e ardhshme të brendshme, do të tërhiqem, nuk do të kandidoj më, dhe ne kemi qenë të gjithë në dieni.
Mirë po tash ka ardhur momenti, tash në maj i kemi, në fund të majit i kemi zgjedhjet e brendshme, dhe sot dhe kemi një kandidat zyrtar të shpallur, ne kemi zotin Ardian Gjini, që është një kuadër mjaft e mirë, mjaft e përgatitur dhe ka pas pozita të ndryshme ku është vlerësu për performancën e tij dhe me të vërtet i vyn vendit një Ardian Gjin. Ajo çka duhet të bëjmë ne si parti, ne si aleancë, po është e vërtet që thash, edhe unë një ditë nuk kam e qenë në politik, me ju lëshu rrugë gjeneratave të reja, dhe ndoshta edhe gjeneratat e reja din ma mirë me bëjë politikë se sa na që po i kalojmë këtë faza, po gradualisht do ta ketë një reformë aleanca dhe besoj që kemi arrit rezultatin të cilin po e dëshirojmë. Personalisht ju çfarë raporte keni pas me kryetarin aktual, derisa ende nuk është zgjedhur zoti Gjini, ai de facto është kryetar zoti Haradinaj. Keni pas mbështetjen e plotë tina? Unë prej se kam hyrë në politik, me kryetarin Haradinaj kam pas një raport shumë të mirë dhe vazhdoj ta kem. Ajo çka për mua është e rëndësishme sot, besimi ndaj kryetarit dhe kryetarin që ka besimin ndaj meje. Ndoshta unë jam sprovu në disa mënyra, ka pas raste të ndryshme ku jam sprovu dhe gjithmonë i kam qëndru besnike kryetarit Ramush Haradinaj. Janë disa pjesë, tash po e cekëm për shembull, ka qenë në 2021 ku unë jam bombardu nga telefonata të ndryshme për me shku me votu presidentën. Mirë po i kam qëndru besnike dhe i kam thonë, i kam ulin kryetarin Haradinaj në tavolinë, unë jam me ty, nëse ti më thu me dalë me votu presidentën, unë dalë, për ndryshe vazhdojmë bashkë. Dhe gradualisht e kam pa që kryetari Haradinaj ka një respekt shumë të madh ndaj meje dhe vazhdoj edhe unë ta kem, dhe unë arsyeja pse jam në aleancë është pikërisht kryetari Ramush Haradinaj. Kur e përmendit zgjedhjet e brendshme që priten të marrin, nëse zgabojnë maj, Në fund majit, po. Dhe reforma, sa do të ketë shtrirje? A do të ketë shtrirje edhe në nivelin lokal apo vetëm në nivelin qendror kjo reformë? Si do ta perceptonit ju këtë reformë? Spari na vazhdojmë me degt në përkrejt qytetet e Suarikës, me nëndegt, Qytetet e Kosovës. qytetin e Kosovës dhe i zgjedhim kandidat, e bëjmë kuvendin zgjedhor edhe mandej në fund bëhet kuvendi në nivel nacional, por ka me pas reformë dhe unë mendoj që kryetari Ardian Gjini ka me qenë një ndër njerëzit më të suksesshëm që ka me pas në vendi jonë. Me punën dhe angazhimin e tij, të cilin po e shoh që nuk nalet asnjëherë, unë e besoj që kryetari Ardian Gjini ka me bo një punë të jashtëzakonshme për aleancën. Besoj dhe uroj që këto punë të vlerësohen edhe te qytetarët tanë, po e shoh unë edhe në teren sa po dalë që është shumë i mirëpritur si emën, kryetari Ardian Gjini, mirë po ta shohim tash e tutje se si do të veprojmë. Kur jemi të pikërisht të zgjedhjet brenda aleancës që priten me kurreshtje dhe normalisht ndrimi i liderëve, nuk po them kryetarëve me qëllim, po them liderëve, mund të ketë edhe reperkusione. A keni frikë prej kësaj? Jo, asnjëherë. Në politikë ne e dim shumë mirë se si funksionon. Në politikë ti vlerësohesh me votë. Fuqia jote në politikë është vota dhe mendoj që kemi kuadro mjaft mirë, mjaft të përgatitur që për me mujt me ecë përpara. E kem atë pjesën ku me të vërtet na duhet një angazhim shumë i madh. Na dim shumë mirë që në disa qytete jemi më pak të shtrim si aleancë, po kryetari Gjini është të punu në këtë drejtim dhe besoj që secila komunë ka mi pas njerëz të cilët me të vërtet kanë me bërë punë të jashtëzakonshme. E bëra pyetjen paraprake të kësaj datyre për faktin se kemi një përvojë me dy parti tjera të mëdha, për shembull me Lidhjen Demokratike të Kosovës, kur pas vdekjes së liderit të saj, edhe njerë po e theksoj, jo kryetarit, por liderit,
pati tronditje. Po ashtu Partia Demokratike e Kosovës, pas shkurjes në Hag të liderëve të saj, pati tronditje. Prandaj e bëra këtë pyetje, thash edhe një herë, a i friksoi kësaj? Unë thash jo, Mirë, në asnjëherë, Uroj. nuk e besoj që kena me pas në i uroj që të tronditje. keni sukses. Kam besim të kryetari Ardian Gjini. Kam besim shumë të madh, thash po e shoh angazhimin e tij, që nuk nalët, edhe besoj që kam arrit një rezultat. LDK dhe PDK që kanë bëhat ndryshim është pjesë e tyne dhe kanë menduar që është më e dura, por Ardian Gjini është mjaft i përgatitur për këtë pjesë dhe asnjëherë nuk e kem qit në dyshim që nuk kam e pas sukses. Jemi ka fundi emisionit dhe kështu përsëri do të kthehemi këtu në vendin tonë, në Suarek, në fakt. Korrekt, Kosova është vendi jonë, por ne do të kthehemi këtu përsëri. Sa Alianca për Armërinë e Kosovës në nivelin lokal këtu i ka arrit objektivat e veta që se cilat i ka prezantuar në fushat. Cili vlerësimi juaj? Përderisa kryetari Bali Muharrema e ka mandatin e tretë, unë mendoj që është bë punë mjaft e mirë dhe për këto është vlerësu. Mirë po, a ka punë për të bërë? Ka punë. A është vlerësu puna ati? është vlerësu me votën e qytetarit. Tash në politikë, fuqia jote është votë dhe qytetarët e kanë vlerësu që kryetari Bali Muharrema të vazhdojë edhe mandatin e tretë. Po pse jo edhe të katërtin? Kështu që e ka mundësinë, përderisa është të vazhdu me këtë punë, unë mendoj që Bali Muharrema ka arrit edhe mandatin e katërt si kryetar komune. Kritikat e opozitës lokale mendoni që janë konstruktive apo destruktive? Në Suarek nuk mendoj që ka opozitë. Është opozita shumë e heshton, sepse nuk ka pse me bë opozitë, sot i bë punë të krejt mira. Kështu që nuk... Po tingëllon subjektive pak. Jo, absolut, po e kam pa që e kam përcjell disa herë asamblenë komunale dhe nuk e kam pa që është të bë opozitë ashtu se nuk ka pas ku me u kap thjesht edhe krejt kjo qëndron të rezultati i kryetarit të cilët i ka bë punë shumë të mira. Puna e mirë shpërblehet. Zonja Vityqi, ju jeni një grua familjare, keni edhe fëmijë, keni bashkëshortin, keni obligimet si çdo grua tjetër. Si ja delni përballë politikës, angazhimit familjar, sa janë vështira këto gjërat të koordinohen për të qenë e suksesshme? Është mjaft sfiduese, të jesh grua, të jesh nën, është me të vërtet dhe një politikane është e jashtëzakonshme, mirë po kur ti e ke mirë kuptimin ndaj familjes, mendoj që çdo gjë bëhet më e lehtë. Dhe unë këtë pjesë ma patën bë dhe një pyetje një herë në emision, a përgatit ti bukë? Thash po, tha qysh deputet jam me përgatit bukë. Thash po, na jem familjar edhe kam fëmijë në shtëpi që më presin me bë bukën edhe kjo është shumë e thjeshtë. Mirë po, kur ti i koordinon gjanat dhe i qet në rend, nuk mendoj që ki me pas problem. Edhe thash, me mirë kuptimin e familjes, bashortit, fëmijëve, gjithmonë ti ja del për më rri majat e suksesit tanë. Në fund, pyetja e fundit, si zakonisht që e bajnë, keni dhe një hobi kështu të veçantë? Unë kam pas hobi, faktikisht kër jem kanë shkollë të mesme, kam lu basketball e volejball, por tash për shkak të kohës nuk po kem shumë kohë me u marrë me hobi dhe jena pasivizun këtë pjesën sepse politika po të shpenzon shumë, po të konsumon për të gjitha dhe nuk po ki hapësirë për kurrë tjetër përveç politikës. Zonja Vityqi, faleminderit që ishit mysafire në emisionin tonë, Fjala dhe Faktet në kuadër të Hisarit Online. Ishte kënaqësi që biseduam bashkë. Faleminderit juve. Shikues të nderuar, ishim bashkë me Albana Vityqi në emisionin Fjala dhe Faktet në kuadër të Hisarit Online, ku biseduam për aktivitetet e saj në fushën politike, institucionale dhe pse jo dhe familjare. Faleminderit që na përsollët.